Shikues të dashur, ne jemi përsëri tash bashkë në studio, megjithatë tash do të ndajmë informata përmes bisedës të cilën do ta zhvillojmë bashkë me drejtorin e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, zotrin Muharrem Shahini, me të cilën nuk do të flasim vetëm për qumshtin Aftamel dhe formulën, pra që është ndaluar në tregun kosovar dhe kanë qarkulluar lajme të shumta, sidomos gjatë muajit janare deri më tani. Megjithatë do të flasim edhe për operacionet dhe do të thotë inspektimet e tjera të cilat i kanë bërë dhe të cilat planifikuan të vazhdojnë tutje edhe në vitin 2026. Mirë mëngjesi, mirë se na keni ardhur. Faleminderit për ftesën, mirë se ju kam gjetur. Kënaqësi, a fillojmë jarë me qumshtin, me qënë se gati çdo mëngjes kemi lexuar ndonjë lajm. Një korrigjim të vogël, unë nuk jam drejtori i Agjencionit të Ushqimit dhe Veterinarisë, jam shef i zyrës për informim brenda agjencisë. E kuptoj, faleminderit për vizitimin. Mund të vazhdojmë tutje tek qumshtat formul. Faktikisht, Agjencioni i Ushqimit dhe Veterinarisë e ka një person i cili është në kontakt me sistemin e alarmit shpejt për ushqim dhe ushqim për kafshë, që është RASF. Kjo është e Komisionit Evropian. Përmes këtij sistemi ne morrmi informacionet ndryshme në lidhje me infekcione apo për substancat ndryshme në ushqim. Që e përbëjnë. Në këtë rast, na kemi marrë disa alarme, jo vetëm dje par dje, po kemi marrë rregullisht të 2 muajt e fundit, alarme dhe më thonë të shpeta që këto qumshte duhet hiqen nga tregu. Nuk është vetëm, dhe më thonë, është qumshti Aftamel, në këtë rast në pyetje, që në ka arë njëftimi për shtetin e Gjermanisë, shtetin e Holandës edhe shtetin e Irlandës. Ky qumsht nuk ka arë vetëm në Kosovë, duhet të sqarojmë opinionin, ky qumsht është shpërndarë në gjitha shtetet e Bashkimit Evropian, duke filluar edhe Turqinë, Izraelin e shumë shtete tjera. Përbërja celuloide, cila është gjetë në këtë qumsht, na ka bërë që edhe ne të marrim masat sa më shpejta për ndalimin dhe tregtimin për konsum nga fushtin. Këtë rast është në pyetje e jeta e fushtinve, çka është më e mira? Më e mira, do të thonë, për këtë gjë është se nuk kemi ndonjë rast që na është lajmëruar, apo është lajmëruar që ky ka bërë dëm të ndonjë fëmijë deri tani. Por mos me ardhur deri më e keq, ne kemi marrë gjitha masat dhe është duke u grumbullu deri në asgjësim. Gradualisht që 2 muaj e diçka, 3 muaj afërsisht ne kemi asgjësuar edhe për, domethënë, qumsht tjerë. Po, e kemi po edhe në portal, do të bëhet fjalë për qumshtin tjetër Bebe, që është nga një film tjetër që vjen nga Nestle. Qumshti Bebe, pastaj Nestle ka tërheq, edhe Nestle ka dhënë urdhëresën e ka tërheq. Është një diçka, është interesante sepse ne gjithmonë thojmë që shteti duhet me intervenu, me i marrë. Shifet se në shtetet e perëndimit, Bashkimit Evropian, janë agjensitë ose këta kompanit prodhuese të qumshteve dhe kompanit prodhuese dhe të ushqimeve tjera në momentin që hasin ndonjë përbërës i cili është i dëmshëm për shëndetin, ata e lajmërojnë shtetin e vetë dhe shteti vetë e lajmërojnë në RASF. Këtë ratë. Këtë sistemin alarmit shpejt Bashkimit, domethënë të Komisionit Evropian. Dhe ata i njoftojnë shtetet se ku është shpërnda. Këtu vlen me theksuar, ne kemi publikuar edhe një tabel përmes mediave, kemi dhënë edhe disa intervista për me sensibilizu opinionin, kemi publikuar edhe një tabel ku janë publiku qumshtet, çfarë qumshti është, çfarë, domethënë, e kemi publikuar cila lloj formule për shkak se dallon, ore 1, ore 2, ore dhe pesha, por dallojnë. Duhet me pas qartë. Në tabel është e theksuar edhe data e skadimit. Mos ta keq kuptojnë, ky qumsht që ka datën e skadimit, e zemë bas 2 muajsh. Ai qumsht që është i theksuar aty data, është e shkruar, duhet hiqet nga tregu, duhet kthehet, që është me çat datë skadimi. Jo duhet përdorur deri në çat datë skadimi. Duhet kthehet mbrapsht. Aty ku është ble, ata që e kanë shit, banatorët apo dyqanet tjera, e kthejnë te furnitori që i ka furnizuar dhe kompania, pastaj bën edhe kthimin e mjeteve, domethënë, financiare. Çka ka ngjallë shqetësim kjo, sidomos tek prindërit të cilët i kanë ushqyer fëmijët. Është normale, jo vetëm tek prindërit. A mundet me paraqit rrezikun, sa ka pas rrezik deri më tani? Dhe çka ka mund me shkaktu për shembull? Çka mundet me shkaktu këtë është pastaj sistemi shëndetësor që mundet i jepi, kanë këta përbërës, mund me thonë çka vën tek vën. Deri tash nuk kemi asnjë rast lajmëruar. Kjo është e mirë. Edhe pse faktikisht ne si Agjencion i Ushqimit kemi një mungesë shumë të madhe të inspektorëve. Duhet na, jo, shumë pak ne do ta kryejmë punën. A kupton? Po për shembull jap një rast, ne kemi inspektor që për ditë punës ose jashtë orarit që ka kryer i takojnë 6 muaj pushim.
Do të thotë atë shumë orë ka punuar edhe gjatë këtyre ditëve për shkak të mungesës. 6 muaj, dhe më thonë, i takojnë pushim. Ne kemi 72 inspektor komplet si agencian, me mbulu komplet teritorin e Kosovës. A na duhen ofër 200. Tash janë të shtërngum inspektorët, kemi 5 komuna, 6 komuna që i kanë 3 inspektor. Kemi komunën e Prishtinë me 3-4 inspektor. Që është një komunë... është kryeqyteti i vendit, janë 400.000, 500.000, 600.000 ferkontues ndoshta gjatë ditës. Gjithë ata konsumojnë, nuk pinë vetëm qumsht, konsumojnë edhe ushqime tjera, janë lokalet, janë dyqanet. A mundemi me ditë se s'ka inspektor të tjerë, se nuk shtohet numre, nuk... Po kërkesat kanë qenë të kahershme, dhe më thonë gjithmonë, po mungesa e buxhetit, nuk ka buxhet, s'munden më shtu, nuk ka buxhet, kjo është. Shpresojmë që tani tutje do të ketë një mirë kuptim dhe do të shtohen. Besoj që pastaj edhe është pak më relax, po puna mundet më u kry më mirë, edhe jo për shembull... Edhe brenda orarit të punës dhe normave që parashim për secilin punëtor. Meqense jemi pak në numrin e inspektorëve, sa do të thotë a është e vlefshme bashkëpunime me institucionet e tjera dhe me qytetarët, të cilët ju ndoshta ju lajmërojnë, ju dërgojnë mesazhe, emailë, bëjnë raportime të ndryshme dhe janë në kontakt me ju. Agjencioni i Ushqimit e ka një plan të vetin vjetor, strategjik, kombëtar. Faktikisht ku e planifikon se çka do të bëj brenda vitit, çka do inspektoj, cilët janë sektorët që do t'i mbuloj më shumë, ku mundet më paraqit ndonjë rrezik, ndonjë diçka. Edhe mbos këtij plani na veprojmë. Megjithatë na çdo herë edhe në çdo komunikim, çdo komunikat i bëjmë thirrje edhe qytetarëve që të kenë një raport më të afërt me AUV-n. AUV-ja është ajo që ju siguron zinxhirin ushqimor, nga hyrja në Kosovë, ose nga stalla, ose nga kudo që tjetë, ne i bëjmë kontrollin, çdo gjë që therrët në Kosovë, shkon përmes AUV-s, përmes inspektorëve tonë veterinar, edhe inspektorëve kufitar, sanitar që punojnë në kufi. Ata bëjnë kontrollimin e mallrave që në Kosovë. Megjithatë, ndihma më e madhe që na vjen janë qytetarët e Kosovës, të cilët hasin mallrat skadume, hasin mallrat prishura, edhe lajmërojnë. Ne gjithmonë jemi aty, ndoshta për punë, kohë, deri sot mobilizohen inspektorët me rastin. Po, në mënyrë absolute ne merrem me rastin, çka është më e mira, shumë herë ne edhe informojmë, edhe qytetarin. Kemi edhe kërkesa të ndryshme, se qytetari kërkon me i kthy edhe një përgjigje. I kthejmë edhe përgjigje që kjo është marrë, po kjo, domethënë janë marrë masat për atë mall të cilin e ka lajmëruar. Ndodh që qytetarët lajmërojnë. Për shumë kemi shumë raste për bananet, sa të janë edhe konsumohen shumë në Kosovë. Kemi raste për bananet që i marrin tiketa ndryshme edhe lajmërojnë kjo më duket e prishur. Ne absolutisht, edhe pse i duket e prishur, ne jemi detyruar me shku me marr, me bë analizat edhe me i kthy një përgjigje. Për çka tjetër munden me çaj raportimet më shpeshta dhe në cilat zona? Po flasim ndoshta për fabrika ose me përmend emrin e tyre, patjetër pa dashur me i dëmtu, por sidoqoftë raportimet nga cilat komuna ka më shpesh, edhe çfarë lloj të raportimeve? Dgjoj, ne kemi raportime prej gjitha komunave. Komuna e Prishtinës është më e madhe dhe normal që është përqendrimi më i madh dhe raportimet janë ndoshta më të mëdha. Megjithatë, për neve në mënyrë absolute e trajtojmë njësoj. Sikur edhe ta zëjmë një pul tjetë dragash. Ne jemi të obliguar. I kemi inspektorën në Prizren, cilët e mbulojnë atë territor në Ferizaj, Mitrovic, kudo që të ndodh. Për neve ka rëndësi që lajmi si na vjen edhe me shku me marrë mostrën për me bë analizat, sepse ajo pul që ose ai produkt ushqimor që rrit atje mund të jetë shpërndar edhe dikun tjetër. Prandaj sensibilizohet komplet agjencioni bashkë me instrumentat e saj edhe bëjmë dalimin apo deri në zgjesim. Çka kanë qenë punët e tjera, sepse ju vetëm qumshtë dhe ju vetëm këto raportime? Nuk është vetëm qumshti, kemi zgjesimin edhe të për salmonel mishit bardh, në disa raste kemi pas edhe asgjësimin vitin e kaluar të peshkut, ditën e diel kemi pas një aksion shumë të mirë, për shkak e falenderoj Policinë e Kosovës, edhe në emër të AUV-s, edhe Inspektoratin e Komunës Prishtinës, në mënyrë të përbashkët edhe të koordinuar, e kemi bërë dhe largimin e shitësve, domethënë që janë ambulant, edhe që bëjnë therrjen, edhe shitësve të pulave, baktive timta. Ka qenë tregu që shkon për fushë Kosovë. Është bërë një punë shumë e mirë, janë duke, sipas njoftimeve që kemi nga Komuna e Prishtinës, është edhe duke u ndërtuar edhe tregu i ri, por vlen me theksu një diçka.
njërë absolute është me ligj e ndalume thjerja në ambient. Pse, a mundemi me sqaru dhe këto, pse ka ndodhë kjo? Ka qenë te pazari Kirva, po jo ashtu Ofër pazarit Kirve. Po, ashtu qyshe dhe jemi... Ofër pazarit Kirve. Është trajtimi apo thjerja është mirë makabriq, njërzure. E shpenzve, llogaritë një person, një njeri, me i thonë njeri që shkull kukën e pulës me dorë edhe rjep të gjallë, edhe ati njeri ju të përgjakur t'i jep lekët, t'i kthen lekët, nuk e din nga ka ardha jo pullë, nga ka dalë, sa ka qëndru jashtë, nga ka shëtit në për Kosovë, a ka marrë një smundje me vete, gripi i shpenzve është gjithmonë prezent, çdo kohë, fatmirësisht në Kosovë nuk është, po është prezent, ne kemi bërë dhe lajmërimet ndryshme për shtete që kemi ndalu importin, eksportin nga të shtete, importin për në Kosovë, edhe kemi ndalu. Prandaj duhet kemi shumë kujdes, ato nuk lejohen. Nëse një firmë e marrim shembull pulat, deri në momentin kur del nga firma, ato janë të kontrollume prej AUV-s. E kanë një licencë për atë veprimtari, janë vaksinuar gjithë. Nga momenti që del nga firma, pastaj tregtarët e marrin edhe shetisin e për gjithë territorin e Kosovës. Nëse tash shkosh tregu, ose në momentin kur përfundon tregu, mbas dite, edhe me e po gjendjen, pulat ngordhura, bakti që ne kemi dalë her pas here, para se me i marrë këto masa, edhe kemi i vëzhgu, bakti që kanë smundjet ndryshme, janë dëvrame, nuk di që edhe me infekcionet ndryshme, edhe qytetarët do t'jenë vetëdijshëm, se ajo blerja aty, nuk është e sigurt për te. Ne thojmë është bio, është e jona, është... Okej, dakord, po është e kontrollume. Nuk është e kontrollume. Çdo gjë që nuk është e kontrollume, është e ndalume. Edhe me ushit, për mu konsumu, mund të konsumojnë, po pasaj janë mosa tjera që duhet me marrë mjekësia, duhet me ndërhy shumë organet shtetit për me shëru një person ose me izolu zonat ndryshme. Me këtë rast, faktikisht, ne kemi marrë edhe këto mosa, do të marrim edhe në gjithë Kosovë. Ka ndodhë tjetër me këta shitës ambulantë dhe qka po ndodhë pra me tregun e qëse do të kryot një e Po, tjilë? tregu tash mbetet çështja e komunës të Prishtinës, shitësit ambulantë do të kenë vendin atje, thjerrjet do të ndalohen, thjerrjet do të jenë në ambientet mbyllura, në ambientet kontrollume. Edhe tregu, para se me u hap, licencohet nga AUV-ja. Edhe tregu do t'i ketë disa kushte për me trajtu atë kafsh, atë bakti që e fut për me shkitat në treg, me trajtu në njërë të paktën humane. Edhe ajo është një lopë që datën edhe kur e merë me therë, apo një kec, apo një dela, diçka, kur e merë me therë, janë disa kushte që do të plotësohen. Cilat janë inspektimet e tjera? Se ne shumicën e kohës konsumojmë shumica prej nesh, konsumojmë ushqime jashtë. Përfshi këto edhe në çebatore, në restorante. Janë këto në domenin tuaj apo jo? Po, janë gjitha në domenin e Agjencionit Ushqimit dhe Veterinarisë. Une kisha lutë të gjithë bizneset që tregtojnë mish, të bojnë etiketimin. Çka thot etiketimi? Etiketimi është një letër shumë ngjitse, ku shkruan përbërësi, çfarë përbërësi ka brenda. Edhe ne ku shkojmë me ble, ku do qoftë edhe në mishtore. Blem sugjuk, e morëm, blem sugjuku do t'i ketë të gjithë përbërësit në brenda. Mishin, qepën, bukën, yndyrën. A bëhet, a aplikohet kjo në Kosovë? Po, nëse s'aplikohet, morin, do të gjobitën. Prej sa dhe në sa shkojnë gjobat? Gjobat njëherë janë, po faktikisht ne më shumë merrim me gjykatën. I procedojmë gjykatë dhe gjykata pastaj merr vendimin gjykata. Ndërsa asaj përket ushqimeve të cilat munden me pas afat të skadimit, do të thotë dhe ka dalë, do të thotë u ka dalë afati i skadimit. Ato izolohen, konfiskohen edhe asgjësohen. Ndërsa për marketet ose ata të cilët bëjnë shitje? Edhe një diçka, nëse këta tregtar, cilët shesin me afat skadum, këta tregtar, cilët shesin madhra pa etiket, të janë mashtrues qytetarëve. Janë tregtar që e mashtrojnë qytetarin. Ajo është vepër penale, sepse qytetari nuk e din çka përdor. Kanë gjetë më herët, kam dëgjuar që kanë gjetë edhe etiket mbi etiket. Do të thonë faktikisht, nëse ai mashet një mish të prishur, më ka helmu mua, po fëmina, nipin, ambesën, kur do qoftë. Ka helmu qytetarin e vetë. Ai në pyetje ose në mendjen e vetë ka vetëm lekun, vetëm paron. Nuk e mendon. Atëherë janë organet cilat merren me te.
Kur po flasim për qytetarët, me qenë se keni një bashkëpunim, po besoj është ngrit vetdia rreth kontrollit edhe vetë kontrollit ndoshta të atyre se çka konsumojnë, nëse ka një etiketë të caktuar apo nëse e shohim afatin e skadimit, përbërjen e tutja dhe deri te lajmërimi me ju. Besoj që po, megjithse ne tash vendisimin Kosovë çdo herë vjen edhe duke u rrit edhe duke kriju një vetë kontrol produkteve të cilat i blejmë. Edhe ne i zgjedhim në për supermarkete, në tregje ndryshme, produkte cilat janë më të mira. Ata kanë mundësi me gjithë. Është etiketimi, është data skadencës, është ngjyra, nëse mishi ka ndryshuar ngjyra apo diçka tjetër, janë njollat ndryshme që paraqiten, ato duhet me i njoftua uve. Duhet me njoftua dhe ne do t'jemi aty. Domethënë do të bëjmë konfiskimin edhe janë procedurat pastaj ligjore me cilat merrim me personin i cili merret me tregtim të mallit. Zotëri Shahini, ju dëshiroj një punë sa më të mbarë, të paljoshme, uroj që të shtohet numri i inspektorëve. Faleminderit shumë për kohë dhe faleminderit që çdo herë jeni të gatshëm të bashkëpunoni me emisionin e mëngjesit dhe me programet e tjera të Koavizionit, mirë që të raportojmë drejt edhe qytetarëve. Faleminderit për juve, kisha bërë edhe një apel se i përket qumshtit aptament, gjithë ato nona, baballar, apo qiftet reja, apo edhe prind gjyshet cilët kanë kutit, le t'i kontrollojnë, le t'hynë në faqen tonë, le t'hynë edhe në për agjensionet cilët e kanë publiku këtë tabel, ne t'a shohin afatin, edhe ato produkte, ne t'i kthejnë atje ku i kanë ble, do t'ju kthehen mjetet financiare, edhe kjo, pastaj ne e bëjmë grumbullimin, edhe do të bëjmë edhe asgjësimin. Në momentin që do të bëhet asgjësimin, ne do t'i lejmojmë prapë qytetarët që ne kemi asgjësu këtë produkt, si që kemi vonë njoftimin çdo herë. Kur e kemi një si procedurë, edhe në mbarim prapë gjithmonë i njoftojmë. Bashkëpunimi është shumë i mirë, ju uroj shëndet gjithëve. Faleminderit shumë, kënaqësi që ju pata në studio. Faleminderit edhe juve.